e vetë një edhe pse unë spajtona, po perceptimi i masës është që lëvizja vetë vendosje ende prezenton vlerë edhe ideologjike edhe partijake. Edhe ajo a keni pavarësisht kandidaturave të ndryshme që janë shumë anonim, ata personazhet të cilat po dalin, shumë pak angazhohen edhe në fushat zgjedhore, e shë që merë vota shumë. Çfarë vlere ideologjike kur vetë vendosja është e para, çka dhe ju prej vlerave të veta ideologjike, ku është bashkimi kombëtar? Ata proklamon si parti e majtë kanë ide të zjatër. Parti ide ndjekon me vetë vendosjen? Nuk po folmi këto kush me ka është, na po flasim për vlerat ideologjike. Çdo ditë po befasoni. Në kuptimin ideologjik, lëvizja vetë vendosje ende e mon mënyrë Kodja. A kjo për ty, apo për thu për opinion? Jo, analize jemja. Po ti qysh menon, ti? Do me thonë, unë menoj që lëvizja vetë vendosje me proklamimet të cilat i ka bo. Ti qysh menon? Edhe pse, unë e di që nuk e ka që ato. Po, në mas, ti vetë shqyqon, ndarje sociale të cilat për i bon. 100 euro pensionistëve, 100 euro studentëve.